Përshëndetje. Kohët e fundit, pyetja që jam përballur më tepër është në lidhje me tërmetet, si në rrjetet e mia sociale, po ashtu në televizione, injtë që është të vlefshme dhe në mesazhet që më dërgoni. Shpjegimi në anën astrologjike është në këto momente kemi një aktivizim vërtet shumë të lartë të gjitha zonave të cilat mund të përkthehen në një aktivitet sismik. Në radhë të parë, që është pjesa më e rëndësishme, kemi Uranin të vendosur te grada e fundit e dimit. Dhe të kemi edhe një kënd negativ midis Jupiterit me Saturnin dhe Neptunin. Duke qenë se kishim një hënë të re, e cila ishte pikërisht në takim me Jupiterin, të gjitha ky aktivizim u bë edhe më i madh. Kjo do të vazhdojë që të jetë aktive deri në datën 7 korrik, ku do të zbutet në mënyrë të konsiderueshme sepse Urani do të kalojë tek shenja e binjakëve tashmë. Por duke qenë se ne jetojmë në një pellg ku aktiviteti sismik është gjithmonë i lartë, do t'i këshilloj të gjithëve që të vazhdojmë që të jemi vërtet të kujdesshëm në lidhje me këto tema. Shumë faleminderit. Pafshim.